Faleminderit kryetar. Nderuar zëvendës ministre, s'pari një, unë mendoj që burgjet janë më problematike në sistemin e drejtësisë. Pyetja ime do të lindte kështu spontane dhe të ishte çfarë ka penguar deri tani kontrolin e brendshëm të burgjeve, që këto 14 vjet cilën drejtoni që nuk e pasa bërë punën siç duhet dhe që lindë nevojshme kjo agjenci. Se s'pari këta varet drejt për drejt nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve dhe tani do kalojnë varësi të ministrit të drejtësisë. Kështu është i bie dhe kontrolli shumë. Sepse realisht nga eksperienca mund të them pa pikë ndyshje, pa i hyrë këtyre anës administrative, pra tendrave të mishit, bukës e këtyre me radhë, pa i hyrë këtyre korrupsionit masiv, sepse gjithë burgosit marrin bukë nga shtëpia, pa i hyrë këtyre korrupsionit masiv që ndodhet me mishin, gjithë linjën ushqimore, që se ka vënë një në zjarë sepse janë ato gjërat të cilat apo ristrukturime, rikonstruksionet e godinave, po më tepër te kjo, të gjithë brenda sistemit burgjeve, më falë do të përdoj një fjalë është rrum pallhane. Pse? Spari atje ka të dënuar të kategori spar 2 dhe 3. Ku fillon? Fillon që nga takimet. Kush nuk njeh drejtori dhe nuk njeh një brenda bën një takim një. Të tjerët bën një takim në 1 orë e tjerë më radhë. Dhe unë nuk e besoj se deri në sot kontrolli brendshëm i burgjeve nuk e ka pas sistemin e monitorimit të kësaj situate. Sot ka celular, janë fut dharmë, brenda dhe më bërë dhe vrasi. Në sistemin e burgjeve flasë, gjatë këtyre periudheve. Ka hyrë pistolera, dikur tha me dron, pastaj doli pa dron, u vran, u pren, pra ndodhin. Flasin për burgjet. Celularin burg nuk është më zonja zëvendës ministre nga këta Nokia 3330, ka ecë për para teknologjia, të marrë me kamerë gjithë burgatxhin. Marrë me kamerë. Punon shërbimi internetit është jashtëzakonisht i mirë, ankohen për wireless, e kupton, ankohen për wireless, se duan të kemë kështu të dedikuar linjën, po deri tek kamera kanë rritur. Çfarë ka penguar këtë agjenci? Së dyti, pse deri më sot, ky kontrolli i shërbimit brendshëm, po kaloj te kjo, shikon dhomat që disa i ka me kondicioner të burgatxhi, kanë dhe palestër, e ditë të tjerë fle me turne. Pse se këtë gjunë e fle me turne, ta them mu. Në Rogozhin flini me turne, gjatë kohës që ushtroja aktivitetin si avokat. Si me turne. Në një dhomë me 8 veta flini 12. 4 rini lozin letra sa të lirohesh i krevatët. Ore me turne lozin bigjos, sa të lirohesh 8 orashi dhe flin me turne. Po, ka të bëva kjo dhe kjo ndodhë, thotë i ullësi, po kjo, këte këtë saktë se ti e di që kam hyrë ja 10 vjetu në për burgjet, në kohë tu, ja 10 vjetë rresht në për burgjet, dhe di mirë, ca han karkaleca, myte nga karkaleca, dhe lmojnë shkedë, ca tjerë të han buk të myku. Kam parën kur bësh, që e ke këshu live se, po ta them live, ti mund të këshilloj mos shkosh, po se kanë e këshilloj mos shkosh se gjine. Sot i koreshi kjo është diskutim apo e ke pyetje diskutim? Pyetje diskutim. Dakord. Thash diskutim dhe pyetje.
Tani po jap dhe këshill zëgjinës që mos shkojnë në burg. Atë keq. Do shkoj në burgu, me ty bashkë ti inspektor. Ja, si a qëlloj do. Jo, ik vetëm ti, më mirë. Nuk më doj njëri mua atje. Edhe një herë, rastet veçanta që dënuarit VIP, dhe nuk po flas për VIP ata që kanë qenë në pozicion vetëm ata që kanë qenë në pozicione shtetërore, po dhe VIP ata që janë kriminal dhe me lek. Dhe po di rastet shumë mirë se po deshe ti them unë me cop leta që se si janë rastet dhe kush ka qenë ata personat VIP. Tani tjetra, ajo që më shqetëson më shumë për te gjithë kësaj, sepse nuk pres nga kjo agjensi të rregullojë asgjë nga këto që tha, për të breset hapi një gjuetëri shtrigësh momentin e parë që do krijohet, edhe këtë e them me bindje, për ne të mërzitur nga ju, apo siç mërziteshin të burgu ku ishin ne zëvendës ministër që ikte të burgu tjetër, se si bëni dhomë, si donte me kondicioner dhe me palestër ngjitur. Pra, për pjesën tjetër, unë nuk kam vetëm konfliktin kompetencave. Sidomos me zyrën e shërbimit provës. Pse? Duke kthyer zyrën e shërbimit provës në një organ tërësisht politik në varësi të ministrit të brendshëm, të ministrit të drejtësisë, unë kam frikë se do bëhet presion në kohën fushateve me të gjithë ata që janë shërbim prove. Dhe këtë e kam bindje. Qoftë terafatet që e programit tyre nga njërë një javë, apo njërë 2 javë, për të kalu njërë 3 muaj, për të dhënë leje, për t'i ku janë shtetet tjerë më radhë, mos u bë, zonë besom të këto se i di mirë, të kërë di personalisht, ja kam qurë dhe ishtë në atë kohë ministri drejtësisë, për së është këtuaj, apo këtu qeka, që problematikat që lindi me shërbimin e provës. Dhe drejtorit përgjithshëm. Dhe kalimi kompetencave në varësit ministrë drejtësisë për mua e para njerë hynë të ndarja pushteteve atë që ka kushtetuta, që e tha Tedi, po jo, nuk po merë më atë nenin, po merë me ndarjen e ekzekutivit, legislativit dhe gjyqësorit. Të lem të pjesa e gjyqësorit të ekzekutivin penale, sepse ndërkohë që si në relacion kryetari i ligjeve thot që ka të bëj brenda objekt unitarisë burgjeve, atëherë s'kemi pse përzim atë që ndodh jashtë. Pjesa tjetër që më shqetëson shumë është pjesa hetimore. Pse mund mos të jetë pjesë hetimore vetëm për çaj përket anës administrative, shkelive të konstatuar brenda penitenciar për brenda burgjeve, por dalë jashtë kompetencave dhe hyn në kompetencave kod procedurës të OPG-t, sepse kjo do jetë me shtrirje territoriale, si sa kuptova unë kjo agjensia. Nuk do jetë me vetëm qendrore si që sot, po do jetë me shtrirje territoriale. Pra do ketë dhe agjensi, mini agjensi, në për qytet apo qarqe, si pas organikës që do bënë jo. A hyn desh kjo me kompetencat dhe pse nuk hyn si pas mendimit tuaj, sepse ne ja thamë dhe me kushtetutën, me kodin e procedurës penale, roli që do marri, mund ma shpjegoni të lutem pse nuk i merr këto kompetenca dhe pse nuk hyn konflikt me organet të tjera ligjzbatuese? Faleminderit. Zonja Çaushi ka kërkuar fjalën për pyetje, pastaj zoti Blushi dhe unë pastaj do t'jap edhe unë përgjigjet e mia. Faleminderit kryetar. Si fillim për të sqaruar ndërhyrjen time, patjetër unë jam dakord se situata në burgjet shqiptare mund mos jetë perfekte, por nuk jam dakord që situata në burgjet tona mund tjetë në atë mënyrë që tha zoti Korreshi që flenë me turne. Ne jemi komision i çështjeve ligjore dhe kemi tagerin që mund të inspektojmë dhe nda ishte ndërhyrja ime që mund të shkojmë dhe të shohim nëse janë realisht në këtë situatë, por që nuk e besoj kur. Për të kthyer tek projekt ligji, duke pasur rëndësinë e madhe që ky projekt ligj po i jep agjencisë në mbikëqyrjen e sistemit të ekzekutimeve të vendimeve penale. Besoj se na intereson të gjithëve të dim pak më tepër si sigurohet që agjencia të kryej hetimet dhe inspektimet pa u ndikuar nga strukturat të cilat ajo do të kontrollojë. Faleminderit. Po, zoti Gjilani. Po. Faleminderit për pyetjen. Deri më tani agjencia ose më shtatë shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve është rregulluar nga
Ligji 93-97, i cili e përcaktonte si një agjenci, si një strukturë të mëvetësishme pranë drejtorisë përgjithshme të burgjeve, duke i arritur varësi nga kjo e fundit, duke kaluar në varësi thjesht të ministrit, të drejt për drejt të ministrit dhe të vetme, dhe duke i ndarë dhe buxhetin veç atyre të burgjeve, i jepet një pavarësi më e lartë për inspektimin e kësaj të fundive dhe IDVP-ve të cilave do inspektoj, plus dhe shërbimin e provës. Duke e shkëputur fare nga sistemi i burgjeve, duke kaluar në varësi drejt për drejt ministri. Shiko. Faleminderit zoti Koreshi, zonja Hoxha, ju lutem përgjigje për pyetjet e kolegut Koreshi, pa aq sa ju i mbajtët shënim. Dhe nëse zoti Koreshi, nëse është ndonjë pyetje që ndoshta mund mos jetë mbajtur shënim nga zonja Hoxha dhe zoti Gjilani, jeni të lutur ta merrni prap fjalën. Faleminderit kryetar. Zoti Koreshi, unë do përpiqem t'ju përgjigjem ju për 3 pyetjet e para, ato që kishin të bërnin me veprimtarinë e agjencisë dhe kompetencat e saj. Unë e thash pak në fjalën time që kjo nismë që ne paraqesim sot për shqyrtim, së pari synon të standardizojë dhe përshpejtojë trajtimin e ankesave dhe të ulë hapësirat për cilat ju pretendoni, hapësirat për abuzim dhe korrupsion, duke forcuar sigurinë dhe etikën në shërbimin penitenciar. Dhe kjo është përgjigja ime për 3 pyetjet e para tuajat, lidhur me procesin dhe disbalancën hetimore midis agjencisë apo prokurorisë përgjithshme dhe OPG-s. Lutem Alban. Po, përsa i përket mbivendosjes së kompetencave hetimore, projekti ligji në 22 me vërtet jep atributet policisë gjyqësore personelit të agjencisë, personelit operacional, por ama në 23 thotë që në rastet kur bie në kontakt me një vepër penale, materialet referohen prokurisë kompetente, pra është një mjet komplementar agjencia për prokurorin dhe nuk është se do të zhvillojë veprimtari hetimore të mëvetësishme. Për sa i përket atributet të policisë gjyqësore, vetë ligji 25/2019 për policinë gjyqësore jep mundësinë e agjensive të caktuara që me ligj t'i jepen këto atribute. Dhe gjithsesi, SHKBB-ja dhe në ligjin aktual të 2005-s i gëzon këto atribute. Pra, policia gjyqësore ka qenë një atribute të cilat SHKBB-ja ka zotruar dhe më përpara, vetëm për ato subjekte të cilat janë pjesë e këtij ligji. Pra, për personat që po ekzekutojnë një vendim me heqje lirie, për personelin e policisë së burgjeve, për drejtorinë e burgjeve tani është shtuar dhe shërbimi i provës. Për sa i përket shtrirjes territoriale, këto IEVP dhe këto shërbime prove shtrihen në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Për këtë arsye do të ketë edhe shtrirje territoriale dhe ajo agjenci që i kontrollon në të gjithë territorin. Në të gjithë territorin në sensin e tillë. Pra, një EVP shtrihet në Korçë, një EVP është në Shkodër dhe aty do të zhvillohet, vetëm aty do të zhvillohet veprimtaria e agjencisë. Pra, përkundrejt asnjë personi tjetër përveç atyre që janë objekti i këtij ligji. Po, ju lutem zoti Gjinani, po, zoti Koreshi. Vetëm një pyetje që harrova, më fal, të lutem. Ky ligj, me që ne do hyjmë në Europë, do hapim ato kapitull, në të cilin prej atyre vendeve të 27 vendeve të europiane keni marrë kështu si shembull, apo në të cilën kusht të këtyre hyrjes paketave europiane që përnërkohet të hapim e mbyllim këto kapituj, kjo bën pjesë, në të cilën, dhe kush nga vendet e komunitetit europian i parafrohet një legislacion i tillë, se ne po hyjmë në Europë, apo për kush është modeli? Modeli kujt i referuar, apo kjo ka shpikur, më thënë ik dhe shpik. Se do një model Allah do hyjmë në Europë. Ne më zimë presim në Europë, di që marrum për Europë, tani më thoni kush është vend europian ka një lloj agjencie të tillë. Faleminderit. Po zoti Gjilani. Menaxhimi i shërbimit burgjeve edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe në Itali, edhe në Kosovë, menaxhohet nga Ministria e Drejtësisë dhe kanë strukturë. Mirë, okay, unë pyetut për cilat vende, unë dhe është 3 vende, një në Evropë, një në kontinent tjetër që janë Shtetet e Bashkuara dhe vendet e rajonit, cilat janë si modrat tona praktikisht për pjesën e administrimit burgjeve. Italia, okay, vazhdoni ide është. Zoti Gjilani, po vazhdoni ju, mbylleni përgjigjen. Kaq ishte përgjigja, në 3 vende. Dhe lidhur me nivelin, zoti Koreshi, të lutem,
lidhur me nivelin e parafrimit, o zoti Goreshi, a bëre pyetje për nivelin e parafrimit me BE-n. Ja ku e ke, po të lexosh relacionin, thot projekt ligji nuk synon parafrimin me ndonjë akit BE-s. Pra s'është parafrim, normal. Zoti Ndoja e ka kërkuar fjalën. Kam dy Zoti Ndoja. Kam dy pyetje për momentin. Pyetja e parë është bërë dëgjes publike me institucionet e tjera dhe me aktorë tjerë, profesoriatin, me prokurorin e përgjithshme, me shërbimin e provës, me ministritë tjera, ministrinë e brendshme, me shërbimin informativ shtetëror, me qëllim që të kemi një konkluzion që nuk bjem ndesh me kompetencat. E dyta, nevoja, kthehem prapë tek nevoja, diskutimin aspektin edhe politik, që çfarë nevoje ka për qytetarët. Do me thonë, ne kemi një ngjarje që është në burgun e Peqinit, që një burgosur me burgim të përjetshëm arrin që të ketë një armë zjarri pranë ato institutet të sigurisë së lartë, Instituti i Ekzekutimit të Vendimit Penale, ku hyn një armë luftarake dhe kryet ekzekutimi një burgosuri tjetër. Rast i paprecedent, i tejkalon kufit e imagjinatës. Ne kemi rast fundit që përsëri shërbimi i personelit të burgjeve i ikën një paraburgosur i cili s'ka marrë vendim dënimit formës për, po që i ikën me ato kushte që i keni pa dhe nga kamerat në televizor. Pra, a kemi nevojë reale për shkak të mungesës eficiencës së këtij shërbimi dhe duhet ta pranojmë? Sigurisht opozitës kjo gjë e bën mirë, por ky është fakt publik, por kur e pranoni edhe ju vetë publikisht, kjo është akoma dhe më mirë. Apo kemi thjesht bëjmë me një ligj i cili synon për afrimin BE që nuk e synon se thot relacioni, apo me diçka tjetër. Ndërsa zoti Manja do kisha dëshirë jap dhe unë atë shpjegimin për ne 148 dhe kompetencat hetimore, po meqense jenë një 2 vjet më i moshuar se unë dhe ke qenë prokuror para me, kam dëshirë ta bësh ti, ka problem kompetenca hetimore. Ndërsa pyetjet tjera do i bëj teknikisht, pra dy janë pyetjet e para. Dëgjesat publike dhe fakti që kjo nevoja nga se lind, se ne kemi fakte konkrete rrënqellëse që ka ndodhur në burgje dhe po ndodhin për ditë. Dhe ne nuk mund të themi që situata në burgje është shumë e mirë, po është një nevojë pse lind. Pra, o flasim për përmirësim ose për ndërhyrje. Nëse është për përmirësim, jam dakord. Nëse është për ndërhyrje, do të thotë që nuk ka funksionuar mirë sistemi dhe jemi detyruar ta bëjmë këtë gjë, se realisht jemi detyruar ta bëjmë. Faleminderit. Pastaj do të bëj pyetje të tjera me nën për nën. Faleminderit. Po zonja Hoxha. Faleminderit për pyetjen. Lidhur me pyetjen e parë për dëgjesat publike, a janë bërë apo jo, a është konsultuar draft ligji me institucionet e përfshira, me bindje ju them që po, draft ligji është konsultuar edhe me prokurorin e përgjithshme, edhe me ministritë e linjës që përfshihen. Ndërsa për sa i përket pyetjes së dytë, nëse ndërhyrjet në këtë draft ligj përmisojnë apo janë thjesht ndërhyrje, unë dua të them me bindje të plotë që ky projekt ligj konsolidon mbikëqyrjen e brendshme. Pra, fjala konsolidim është përtej asaj që ju pretendoni që ne i kemi bërë këtij projekt ligji. Faleminderit. Pra, situata ka qenë e mirë për ato dy ngjarje që thashun, edhe ky konsolidimi ka të bëjë vetëm me kuadrin ligjor, se është dhe qendrim politik. Prandaj themi ne që duhet vi dhe përfaqësuesi i Këshillit, ja duhet ta mbarojnë që të ndizet, se nuk ndizet, në fakt. Pra, logjika është që ajo pyetje jon, ju vini në nivel ekspertësh dhe për momentin mund të ngarkoni dhe subjektivisht se duken pyetje ngacmuese. Faktikisht to nuk janë pyetje ngacmuese, këto janë edhe me karakter politik, se ne jemi përfaqësues partive politike. Pra nuk është thjesht diskutim në aspektin. Këto dy ngjarjet janë ngjarje që i tejkalojnë kufijtë e imagjinatës, janë reale, ka dhe shumë tjera, po flas për këto të dyja. Atëherë për këto ne flasim për konsolidim, ka qenë situatë e mirë, apo e pranojmë që ka nevojë për ndërhyrje. Unë kur përmenda fjalën konsolidime, kisha për konsolidimin e mbikëqyrjes së brendshme, pra nuk e bëra situatën as bardhë dhe zi.